Jemi rikthyer në Breaking, do të diskutojmë rreth zhvillimeve në botë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte ekspertin e një orë, zotin Xhavid Shala. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Mirë se vini qeta. Do të diskutojmë rreth asaj që është kthyer, le të themi, në çështjen e ditës në të gjithë botën. E kam fjalën për konfliktin ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Ende nuk ka sinjale paqeje, madje pavarësisht drafteve që tashmë janë bërë publike, shprehet një zhgënjim i madh për mosarritjen e një marrëveshjeje. Vetë Trump shpreh i zhgënjur sidomos me Zelenskin, për cilin është shprehur se nuk e ka lexuar draftin. Pat javën në fundit, pat goxha zhvillime, në fakt më shumë u hermetizuan informacionet, pra nuk u dhanë informacione. Pas takimit të delegacionit Amerikan, pas vizitës në Moskë dhe takimit me presidentin Putin, nuk u dha më tepër informacion, vetëm u tha që nuk u pranua plani. Ajo është diçka e pritshme, Putin kërkon gjithmonë maksimumin, kështu që ai di që ndërhyrja që u bë planit mund të mos bënte atë të mundur pranimin e tij. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që bisedimet menjëherë pas kthimit të delegacionit nga Moska, delegacionit në arritjes në Washington, për njëherë pak një kontakt delegacioni Ukrainës u nis më njëherë në Amerikë dhe u zhvilluan takime në Miami. Këto takime që të rëndësishme kanë vazhduar rreth 3 ditë dhe optimizmi në këtë rast është një deklaratë e generalit Kellogg, i cili thotë që kanë ngel vetëm 2 pika kryesore për cilat po diskutohet. Pra, të lëndet të kuptonte që për një pjesë të konsiderueshme ishte rënë dakord. Cilat ishin këto 2 pika? E para kishte të bënte me statusin e Zaporizhjes, të termocentralës bërthamor, i cili në planin e Trumpit ka qenë parashikuar që të kishte një administrim ndërkombëtar në drejtimin e amerikanëve dhe të energjiat apo fitimet e energjiat të ndaj 50-50 pra midis dy vendeve. Duket këtu ka patur debat, ajo është një investim i madh, është një pasuri e madhe kombëtare për Ukrainën dhe i bie që t'i kaloj minimalisht 50% t'i kaloj Rusisë. Pra kjo është një nga problemet dhe problemi tjetër kishte bënte me rajonin e Donetskut, pra me territorët. Qartë. Çfarë pritet të ndodhë sot? Se duket se Zelenski e ka shpresën tek Britania e Madhe, e ka shpresën tek Bashkimi Evropian, pa diskutim që ka një ngurim shumë të madh, një pasiguri se si do të shkojë e gjithë kjo që ka nisur tashmë. Është planifikuar një takim i treshjes europiane me të fuqishme europiane të liderëve të shteteve të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë në Angli. Është parashikuar një takim edhe me Zelenskin, kështu që pritet që çfarë zhvillimi do ketë pas kësaj. Domethënë, sepse Zelenski është në presionin e madh për lëshimin e territoreve. Po, është në presionin e madh të lëshimit të territoreve, por në këmbim të garancive të fuqishme të sigurisë, të cilat nuk po jepen deri tashmë. Domethënë, plani amerikan nuk ka dhënë garanci, ka thënë që do ketë garanci sigurie, por nuk i ka detajuar ato dhe europianët ngulin këmbë shumë tek garancitë të sigurisë. Shiko, Fiore, ishte edhe një çuditërisht këto ditë u publikua, domethënë duke filluar në fund nëntor, në fillim dhjetorit, strategjia e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është interesant ta lidhësh pak përmbajtjen e kësaj strategjie me konfliktin në Ukrainë. Në këtë strategji është për herë të parë përcaktohet qartë që Rusia nuk përbën më kërcënim ekzistencial për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është thjesht një fuqi që mund të bëjë destabilizim. Dhe këtë destabilizim ajo mund ta bëjë në Gjeorgji, në Ballkan, nëpërmjet serviceve të tjera. Pra në farë mënyre nuk e konsideron më shtet armik dhe në bazë kësaj strategjie, ndërsa për Ukrainën më tepër aty flitet në mënyrë sipërfaqësore si një konflikt që duhet mbyllur, pra jo si një konflikt që duhet zgjidhur, sipas të drejtave dhe të popullit të Ukrainës, por një konflikt që duhet mbyllur si një barrë mbetur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht kostove.
pavarësisht kostove, domethënë ata nuk diskutohet fare puna kostove, thjesht një konflikt që duhet mbyllur në mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundësi pastaj merren me krizën në zonën e Indo-Paqësorit. Pra, kjo strategji dhe raportet e kësaj raportet në zbatim të kësaj strategjie, raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Europën janë thuajse fillojnë të zbehen, nuk është se do të rriqen nga NATO-ja, por marrëdhëniet midis tyre tashmë nga një partneriteti fuqishëm strategjik dhe vlera të njëjta qytetarie, pra vlerat perëndimore të qytetarimit perëndimor, tashmë kthehen në një marrëveshje transaksionale, domethënë diçka duhet të paguhet, pra është kthyer në çdo një formë biznesi, domethënë. Dhe kjo për Evropën është një këmbane e fuqishme e larmë, nuk është se doli sot kjo, po sot është e shkruar ajo. Është një strategji dhe për dinit e publik, strategjia e sigurisë kombëtare në një shteti është maja e të gjithë strategjive, është thelbi politikave të sigurisë së një shteti, është një strategji nga të cilat derivojnë të gjitha strategjitë e tjera në zhvillimin e një kombi. Pra është mjaft e rëndësishme. Pra kemi ndryshime thelbësore në raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Europën, nuk po merrem me trajtimin e pjesë tjera të botës, por me Europën dhe me Ballkanin dhe në këtë rast edhe me çështjen e Ukrainës. Kështu që Zelenski më drejt tashmë kërkon mbështetje më të fuqishme nga europianët, edhe strategjia amerikane këtë faturën për këtë ja lën dorë europiane. Pra europianët duhet paguajnë akoma më tepër për rastin e Ukrainës dhe duhet merren vetë me sigurinë e tyre. Sa e rrezikuar është vetë Europa, zoti Shala, duke u nisur edhe nga deklaratat e forta të Putin, i cili ka thënë që ne jemi gati për luftë nëse Evropa provokon. Alarmi i NATO-s që vjen gjithmonë duke ushtuar, përgatitje për luftë nga ana e Gjermanisë, nga ana e Francës, por edhe Britania. Europa deri paraardhjes së presidentit Trump në shtëpinë e Bardhë ka qenë sigurinë e saj kishte lidhur në mënyrë të pasdijetshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por tashmë gjërat kanë ndryshuar edhe në këtë strategjinë e re që është shpallur, tashmë Europa duhet merret vetëm me sigurinë e saj. Bile janë përcaktuar edhe afate kur Europa duhet marrë edhe drejtimin e NATO-s. Domethënë deri 2027 duhet bëhet gati, gjë që janë afate efektivisht të parishme. Europës do t'i duhet shumë punë në fushën e sigurisë, cila është kjo. Pavarësisht se Europa ka reaguar, po merret me programet e përshpejtuara armatimi. Kemi Gjermaninë e cila është në lider në Bashkimin Evropian në këtë fushë. Gjermania për herë të parë vendosi sistemin e mbrojtjes raketore Shigjeta 3 të marrë nga Izraeli. Dhe për të krijuar një kupol mbrojtje për gjithë vendet e Europës. Pra Europa po përgatitet shumë seriozisht, por retorika që përdor presidenti Putin erdhi më tepër pas një deklarate që bëri një autoritet i lartë ushtarak i NATO-s, i cili tha që edhe ne mund të fillojmë sulme hibride ndaj Rusisë. Dhe kjo ishte ajo reagimi më njëhershëm, sepse Rusia ishte mësuar që të bënte sulme kibernetike ndaj Europës dhe Europa mos kishte asnjë farë reagimi. Ky reagim i Europës tregoi që Europa është e përgatitur edhe për sulme hibride ndaj Rusisë. Mirë, Rusia është një shtet dhe shtetet e Europës janë shumë, janë mbi 30 shtete të cilët mund të angazhohen në këto sulme hibride dhe Rusia do të jetë e humbur në këtë mes. Kështu që një reagim më tepër ishte një kërcënim, pra edhe duke faturuar fajin e Europës, sikur Europa po kërkon luftë. Europa nuk kërkon luftë dhe nuk ka kërkuar asnjëherë luftë. Nuk flasim për Europën e luftës së parë botërore tashmë, as të luftës dytë botërore, as për Gjermaninë e luftës së dytë botërore. Po flasim për një Europë, për një fuqi kryesore ekonomike në botë, siç është Bashkimi Evropian, dhe po flasim për një qytetërim i cili ka vlera tjera në raport edhe me Rusinë, por edhe në raport edhe me pjesë të tjera të globit. Nëse Zelenski nuk bie dakord, siç është shprehur edhe Trump, që mendoj se Putin është dakord, por Zelenski ai që po e mban, le të themi, të pezull gjithë këtë proces.
Zelenski nuk mund të pranojë një marrëveshje kapitullimi. Atëherë më mirë quajë kapitullim sesa quajë një marrëveshje të ndërmjetësuar. Marrëveshja e kapitullimit pastaj ndeshkohet, nuk ka nevojë për ndërmjetësimin amerikan për ta ndeshkuar marrëveshjen e kapitullimit. Nëse do quhet marrëveshje kapitullimit. Prandaj Zelenski do të rezistojë në këtë dhe shpresat i ka te Bashkimi tek Europa dhe tek pjesa europiane, pra tek fuqitë kryesore europiane. Pse? Sepse çdo investim i këtyre fuqive europiane për sigurinë e Ukrainës, për mbrojtjen e Ukrainës, është investim për sigurinë e tyre. Pra, sepse për ndryshe do të ketë pasojë të tjera edhe për sigurinë e Europës. Do dalë si puna asaj marrëveshjes të Britanisë në atë kohë me Gjermaninë, që e lejuan ndërhyrjen e Polonisë, e lejuan në Çekoslovaki dhe pastaj Gjermania e asaj kohe nuk u ndal më kurrë. Pra, në këtë rast kështu mund të shkojë puna edhe me Rusinë. Ne nuk mund mendojmë që Rusia tash të sulmojë Gjermaninë, nuk diskutohet. Tu diskutohet statusi i vendeve që janë në kufi me Rusinë, pra statusi i vendeve balltike, dhe vendeve tjera që janë të rrezikuara direkt. Unë nuk mendoj se edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare të Bashkuara të Amerikës ata trajtojnë që Rusia nuk ka kapacitete për të arritur këtë, por nuk duhet të harrojmë një diçka që e gjithë industria në këto 4 vite ushtria ruse është bërë shumë e fuqishme, ekonomia ruse është militarizuar dhe kanë fituar një eksperiencë të madhe në luftë dhe gjithë ajo nëse do të shkojë një marrëveshje që shpresohet të nënshkruhet për Ukrainën pavarësisht kushteve, mund të i bie që të mbetet një ushtri e tëra 1.200.000 persona ose rreth kaq të nesër të ngelen pa punë, sepse nuk ka më luftë, ka paqe, nëse do vendoset paqja. Atëherë gjithë kjo ushtri do ketë presion për vende pune, do ketë presion për gjëra tjera çka mund të rrezikojë edhe vetë pushtetin e presidentit Putin. Dhe ky është një problem tjetër i madh. Nga ana tjetër, shohim se ka edhe disa lëvizje të rëndësishme diplomatike, të cilat janë këto. Është një vizitë e presidentit francez Macron në Kinë, është një vizitë e rëndësishme, unë e cilësoj pavarësisht ai se sa mund bëj Kina në këtë rast, ai i ka kërkuar Kinës që të ndërhyjë dhe të bëjë presion Rusisë për ta pranuar një marrëveshje paqe. Kjo është në interes, sepse Kina i ka mundësit për t'i bërë presion, sepse Kina është një nga klientët kryesorë të naftës të përpunuar dhe të papërpunuar ruse. Por a ka interes vetë Kina që ky konflikt të pushojë? Unë mendoj ata kanë shprehur hapur që nuk kanë interes që konflikti të pushojë, sepse një shtirim, një pushim i konfliktit, një anëpushim aty do t'i bëjë të mundur që Shtetet Bashkuara pastaj të kenë mundësi të kthehen dhe të merren me Kinën, me Indo-Paqësorin. Kështu që edhe Kina pavarësisht zgjerohet i gjithë konflikti, le të themi. Po, patjetër. Pra, ndërkohë lëvizjet ajo mund të shihet edhe si një kundërpeshë, në fakt si lëvizje diplomatike, meqense presidenti Trump po krijon lidhje të ngushta, po themi me presidentin Putin, atëherë këta në kundërpeshë Europa po përpiqet të bëjë një si lëvizje diplomatike, domethënë një paraleancë diplomatike po kemi një deklaratë krye diplomates Bashkimit Evropian, e cila vijon ta trumbetoj fort faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aleatët tanë më të rëndësishëm. Pavarësisht çfarë po ndodh. Po pavarësisht çfarë Shtetet Bashkuara të Amerikës e thot Kaja Kallas thot, po edhe në strategji përmenden që Europa është aleat i rëndësishëm i tyre, por marrëdhëniet tashmë nuk janë preferenciale, që do të thotë Europa duhet punojë më shumë, Europa duhet paguajë më shumë, Europa duhet të merret me sigurinë e saj. Pra, iku ajo koha kur Shtetet Bashkuara të Amerikës pagunin dhe e mbrojnë Europën, tashmë Europa duhet të mbrojë veten. Pra, thash është fut diçka, është janë kthyer si mund të themi si marrëveshje biznesi. Pra ka një marrëdhënie transaksionale, pra duhet paguash, duhet të veprosh, pra nuk është më e preferuara. Europa nuk është më e preferuar, pavarësisht se është një aleancë, nuk është më e preferuar. Dhe kjo me pas mund vi pas presidentit Trump, do duket se çfarë politika shqira do të ndjekin Shtetet Bashkuara të Amerikës nga një president tjetër, po
Me ato paralajmërime që jepen në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar për qytetërimin evropian si një qytetërim që po shkon drejt po atrofizohet, pra dhe ai aty jepen edhe fati jo më shumë se 20 vjet. Pra duke i dhënë problemet që kanë lidhshmërinë me çështjet e migracionit dhe me problema tjera. Pra në farë mënyrë Europa, pavarësisht çfarë thot Kaja Kallas, Europa në sytë të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është më 100% një aleat i besueshëm, sepse në moment që ti thu që qytetërimi juaj është drejt zhdukjes, atëherë aleancat më shumë janë aleancat të qytetërimeve. Deri dje Shtetet Bashkuara ishin vlerat perëndimore që vlerë demokratike ato që bashkonin Europën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ky është presioni hapur, le të themi. Do nesër këto gjëra do zhvillohen, do ketë zhvillime, do ketë presidenti Trump do ndodhet nën trusnin edhe të aleatëve vet, nën trusnin edhe të partisë së vet, as nuk diskutohet. Do fillojnë pas publikimit të kësaj strategjie do të fillojnë të ketë reagime, ashtu siç pat për planin 28 pikësh të president Trump që u ngritën vetë republikanët dhe detyruan ata që të tërhiqin pastaj të pranojnë në tavolinën e bisedimeve Ukrainën, të cilën nuk e kishin shpërfillur deri në atë kohë, ta pranonin dhe të bënin këtë plan 20 pikësh që po flitet, për cilën askush nuk i ra në dorë, vetëm sa u diskutuan edhe u komentua. Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë për lidhjen dhe për të gjitha opinionet dhe informacionet që ndat me ne. Kënaqësi gjithmonë biseda. Faleminderit. Ditë të mbar.